ibn Vebi. Umer ibn Vebi është më i dashur tek unë se disa prej fëmijëve të mi. Omer ibnul Hatabi. Umer ibn Vebi, el Gjumehiu, u kthye prej Bedrit shëndoshe mirë. Mirë po kishte lënë pas të birin, Vebin, rob në duar të muslimanëve. Umeri kishte frikë se muslimanët do ta marrin të riun me sy të keq dhe do ta torturojnë në shenjë hakmarrjeje për shkak të fajit të babait të tij, i cili e kishte keq trajtuar pejgamberin alayhis salam dhe sahabët e tjerë dhe u kishte shkaktuar dëme të shumta. Një mëngjes, Umeri u nis për në Qabe me qëllim që të bëjë tavafin dhe të kërkojë ndihmë prej idhujve. Aty gjeti Safvan ibn Umayyan të mbështetur në krah. U drejtua ka ai dhe e përshëndeti. "Mirëmëngjesi o zotëri i Kureshitëve." Safvani u përgjigj. "Mirëmëngjesi, o Eba Veb. Ulu këtu pranë meje të bisedojmë pak, sepse koha kalon duke biseduar." Umeri ul pranë Safvan ibn Umayyes. Filluan të rikujtojnë luftën e Bedrit dhe tragjedinë e madhe që u kishte ndodhur. Nisën t'i numërojnë robrit e luftës që kishin rënë në duart Muhamedit dhe sahabëve të tij. Ndjenin dhembje të madhe për parinë e Kureshit, mbytur nga shpatat e muslimanëve që i kishte marrë Kalibi në thellësitë e tij. Safvan ibn Umayye ofshani thellë dhe tha: "Betohem në Zotin se jeta nuk ka shije pas tyre." Umeri e priti. "Betohem në Zotin se është ashtu si thua ti." Pastaj heshti për disa çaste dhe tha: "Betohem në Zotin e Qabes, se sikur të mos i kisha disa borxhe, të cilat nuk kam mundësi t'i paguaj, si dhe të mos ishin fëmijët që i lë pas dhe për të cilët kam frikë se do të humbin pas meje, do të shkoja tek Muhamedi dhe do ta mbytja. Me këtë do t'i jepja fund sherrit të tij." Pastaj vazhdoi të flas me një zë të ulët. "Meqense birim Vebi gjendet në duart të tyre, shkuarja ime në Jethrib nuk do të ngjallte kurfar dyshimi." Safvan ibn Umayye i shfrytëzoi fjalët e Umer ibn Vebit dhe deshi ta shfrytëzoi këtë rast dhe ju drejtua atij me këto fjalë: "O Umer, sa i përket borxheve të tua, unë po i marr përsipër të gjitha ato, sado e madhe të jetë shuma e tyre. Ndërsa familjen tënde do t'ja bashkoj familjes time dhe do t'interesohem për ta sa t'jem gjallë unë dhe ata. Unë kam pasurit mjaftueshme, e cile do të mundsoj atyre jetë e rehatshme." Umeri ja ktheu: "Atëherë, mbaje në fshehtësi bisedën tonë dhe mos i trego askujt për këtë." Safvani tha: "Ashtu qoftë." Umeri u nis prej Qabes dhe zjarri urrëties së tij kundër Muhamedit ja përvlonte zemrën. Pa u vonuar filloi të bëjë përgatitjet e duhura për të realizuar atë që kishte vendosur. Nuk kishte frikë se dikush do të dyshonte në udhëtimin e tij, sepse antarët e familjeve të zënëve robër nga Kureshitët shpeshherë udhtonin për Medinë, duke u përpjekur që t'i lironin antarët e familjeve të tyre. Umeri urdhëroi që të përgatitet shpata e tij, të mprehet mirë dhe t'i vendoset helm. Kërkoi t'ia sjellin te ven, hipi në të dhe u nis. I mësyu Medinës, e në zemrën e tij fshehte urrëtitjen dhe qëllimet më të këqija. Pas një udhëtimi të gjatë dhe të mundimshëm, Umeri arriti në Medinë dhe u nis në drejtim të xhamisë. Dëshironte pejgamberin alayhis salam. Po sa arriti pranderës së xhamisë, e ndali dhe vende zbriti. Omer ibnul Hatabi në atë moment ishte ulur para derës së xhamisë me disa prej sahabëve që përkujtonin Bedrin dhe pasojat e saj për palën kurejshite, numrin e madh të zënëve robër dhe të vrarëve. Përkujtonin trimëritë që kishin treguar në atë luftë muhaxhirët dhe ensarët. Përmendin nderimin e madh që u kishte bërë atyre Allahu me atë fitore dhe dëshpërimin dhe humbjet e mëdha që kishte pësuar armiku. Për një moment, kur e ktheu fytyrën, Omeri bëreti Umer ibn Vebin duke zbritur prej deves dhe duke u nisur në drejtim të xhamisë me shpatën e ngjeshur në krah. Omeri u ngrit prej mexhlisit i tmerruar dhe tha: "Ky qen është armiku Allahut, Umer ibnul Vebi. Betohem në Allahun se ky ka ardhur vetëm për sherr. E kanë nxitur kundër nesh armiqtë e Mekës. Ishte agent i tyre para betejës së Bedrit." Pastaj u drejtua sahabët pranishëm me këto fjalë: "Shkoni tek pejgamberi alayhis salam, gjenduni pranë tij dhe keni kujdes se mos po e tradhton ky njeri i keq." Omeri nuk vonoi dhe vetë shkoi tek pejgamberi alayhis salam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, armiku Allahut, Umer ibn Vebi, ka ardhur me shpatë ngjeshur. Mendoj se nuk ka ardhur për tjetër gjë, por vetëm ka për qëllim që të bëjë ndonjë të keqe." Pejgamberi alayhis salam ja ktheu: "Urdhëroje të hyj brenda tek unë." Omeri u nis në drejtim të Umer ibn Vebit, e kapi nga rrobat, ja lidhi mbajtsen e shpatës për qafe dhe e çoi në drejtim të pejgamberit alayhis salam.
Kur pejgamberi alayhis salam e pa në këtë gjendje, e urdhëroi Omerin duke i thënë: "Liroj Omer." Omeri ju bindi urdhrit të pejgamberit alayhis salam dhe e liroi menjëherë. Pejgamberi alayhis salam pastaj u drejtua Omerit: "Shko prapa ti." Omeri u tërhoq prapa. Pejgamberi alayhis salam pastaj u drejtua Omer ibn Ubejbit me këto fjalë: "O Omer ibn Ubejb, afrohu pranë meje." Omeri u afrua dhe i tha: "Mirëmëngjes." Kjo ishte përshëndetje arabe në kohën e ignorancës. Pejgamberi alayhis salam ja ktheu: "Allahu na ka nderuar me një përshëndetje më të mirë se kjo përshëndetje jote, o mirë. Allahu na ka nderuar me përshëndetjen e selamit, paqes. Kjo është përshëndetje e banorëve të xhenetit." Omeri ja ktheu: "Besoj se nuk është e panjohur kjo përshëndetje jona për ty." Pastaj pejgamberi alayhis salam ju drejtua me këto fjalë: "Çfarë e mirë të ka prur këtu, o Omer?" Omeri ju përgjigj: "Kam ardhur t'ju lutem, nëse është e mundur, të ma lironi robin e luftës të zënte ju. Keni mirësi ndaj meje për këtë." Pejgamberi alayhis salam pastaj e pyeti: "Që është kjo shpatë e varur në qafën tënde?" Omeri u përgjigj: "Sa të kopshme janë këto shpata. A na ndihmuan diçka në betejën e Bedrit?" Pejgamberi alayhis salam e pyeti: "Bëu i sinqert, çka të ka shtyrë të vish deri këtu, o Omer?" Omeri u përgjigj: "Nuk kam ardhur për asgjë tjetër vetëm për atë që të thash më parë." Pejgamberi alayhis salam atëherë i tha: "Ishe duke ndenjur ti dhe Safvan ibn Umeje në Qabe dhe në bisede sipër i përkujtua të varrosurit e Kalibit në Bedër, prej të vrarëve të Kurejshve. Pastaj ju ankove atij se, sikur të mos kishe disa borxhe dhe sikur të mos kishe fëmijët që do të mbeteshin pa kujdestar, do ta mbytje Muhamedin. Pas kësaj, Safvan ibn Umeje e mori përsipër borxhin tënd dhe për kujdesjen për familjen tënde me qëllim që të më mbytësh mua. Mirpo, Allahu është ai i cili të pengon në realizimin e qëllimit tënd." Omeri u shtang për një çast e pastaj tha: "Dëshmoj se ti je i dërguari i Allahut." Pastaj vazhdoi e tha: "Të përgënjeshtroni mo i dërguari i Allahut derisa ishe në Mekë, për lajmet të cilat të vinin nga qielli dhe çka të zbritej ty prej shpalljes." Mirë po bisedën time me Safvan ibn Umejen nuk e dinte askush përveç meje dhe atij. Betohem në Allahun se tani jam i bindur se për këtë nuk të ka bërë me di askush përveç Allahut. Falënderimi qoftë Allahut, i cili më drejtoi deri te ti që të më udhëzoj mua në fenë islame. Pastaj e shqiptoi fjalën e dëshmisë: "Nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut", dhe e pranoi fenë islame. Atëherë pejgamberi alayhis salam i urdhëroi sahabët e vet: "Mësojini vëllajt tuaj fen, mësojeni atij Kur'anin dhe lirojeni robin e tij." Muslimanët u gëzuan pa mas me islamin e Omer ibn Ubejbit, saqë Omer ibn al-Hatabi tha: "Një derë ishte më i dashur tek unë se sa Omer ibn Ubejbi kur ai erdhi tek pejgamberi alayhis salam, ndërsa sot është më i dashur tek unë se disa prej fëmijëve të mi." Derisa Omeri pajisej me mësimet islame, e mbushte zemrën e vet me dritën e Kuranit dhe jetonte ditët më të lumtura dhe më të begatshme të jetës së tij, gjë që e bën atë të harrojë Mekën dhe kush ishte në të. Safvan ibn Umeje i bënte qejfin vetes duke kaluar pranë klubeve të kureshitëve dhe duke paralajmëruar: "Gëzohuni për një lajm të madhërisëm, i cili do t'ju vijë së shpejti e me të do ta harroni betejën e Bedrit." Meqense pritja e Safvanit u zgjat, filloi të depërtojë shqetësimin në shpirtin e tij. Kështu ai nisi të pyes kalorësit që vinin nga Medina për Omer ibn Ubejbin, por nuk gjente tek asnjëri përgjigjen që dëshironte. Derisa një ditë erdhi një kalorës dhe i lajmëroi se Omeri është bërë musliman. Ky lajm erdhi sikurse rrufeja. Ai ishte mëse i bindur se Omer ibn Ubejb nuk do të bëhej musliman dhe sikur ta përqafonin fenë islame të gjithë njerëzit që jetojnë në rrezullin toksor. Ndërkohë, Omer ibn Ubejbi vazhdoi të mësojë fenë islame dhe të mësojë përmendesh fjalët e Allahut, derisa një ditë erdhi tek pejgamberi alayhis salam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, kaloi një kohë dhe unë isha i palodhshëm në shuarjen e dritës së Allahut. I keq trajtoja pa mas të gjithë ata që kishin pranuar fenë islame. Dëshira ime është të më lejosh të kthehem në Mekë, që t'i thras kurejshitët në rrugën e Allahut dhe të dërguarit e tij. Nëse e pranojnë këtë prej meje, do të bëjnë një punë shumë të mirë, e nëse nuk e bëjnë, atëherë do t'i keq trajtojnë në fenë e tyre, ashtu siç veproja me sahabët e të dërguarit Allahut, xheleshanahu." Pejgamberi alayhis salam e lejoi të kthehet në Mekë. Me të arritur në Mekë shkoi në shtëpinë e Safvan ibn Umejes dhe i tha: "O Safvan,
Ti je njëri prej zotrinëve të Kurejshitëve dhe njëri prej më të mençurve ndër ta. Ata merr mendje se idhujt prej gurve që i adhuroni dhe që flijoni për to janë fe. Sa më përket mua, unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Omeri pastaj filloi të thërras në rrugën e Allahut në Mekë dhe në sajt e tij një numër i madh njerëzish e pranuan fen islame. Allahu e shpërbleft Omer ibn Wahbin dhe ja ndriçoft varrin.